Shtora 11 e natës dhe gjetë çfarë? Benardit po i haj sufle. Do që ti ndërhy unë fare, po vë bas se kjo sufle nuk do hahet. Çdo gjë që kemi bërë deri sot është ngrënë. Edhe kam bërë unë. Ike po të gjitha. Ço po bëjmë banjo mari çokoladës tani. Do është banjo turke, zakonisht. Kjo çokolada ishte shumë e mirë. Do vazhdoj me vezët. Një. Ti e dije. Kjo më bëj me 2, gjithsesi. Ti. Mix. Emër kuzhinje. Mendoj që është pak momenti i miellit apo se shef të arsyesh? Po tani, sa e kisha gjithmonë kështu në mendje. Para pata. Do të kuzhinierë se kam mbaruar shkollën në kuzhinë. Po ti se kam marrë shkollën. Jo, dhe shumë mirë. Jo, më shumë pak është më që është. Te bosha mjes gjithmonë, shkosha orën e parë me vonesë vetëm se bëra sufle. Ti thu mu. Jo më shumë se 4 mendoj. Shi qa bëri hodhi gjithë gjalpin aty. Nuk do e hedh aty më, do ta çojmë sa ne këteshive. Mesazh bali. Qive? Wow, perfekte. Gati, ja? Na trego tani çfarë ditë bësh. Se mos ta mbush plot. Jam shumë kurioze të di si do dalë. 1, 2, 3, 4. Bë? Washve. Më duket më dështoj basti që nuk bëjnë. Çfarë thua? Pritet s'ka mbaruar akoma, pritet të bëj perl. Shive. Tesh ka dash kakao. Po gjithsesi ju do ta rregulloj. Edhe sheqer pluhur. Mos ish. Oh. Tani duket më e bukur. Edhe shakullore? Perl. Ama. Dali! Thuaj që nuk bëj suflen më të mirë. Kam bogjon dhe sa dalë mirë si del çokolada bëna. Shire ka shumë të mirë. Mendoj që donte pak më pak miell. Aty tek ajo forma. Shumë mirë është. Bravo, beb. Pushi bus.